përmendja e Allahut është një adhurim që është shumë i lehtë. Edhe mundësitë për ta zbatuar dhe manifestu janë të lehta dhe të kollajshme. Krahasim me adhurime tjera që lipin pak mund. Kërkojnë disa protokolle të veçanta. Shembull, namazi duhet mi parapri me abdes, e më pastaj kohën e duar, e më pastaj drejtimin e kiblës, thuaj dhe adhurimet ibadeta tjera, ndërsa kjo nuk ka nevojë për kësi gjëra. As për abdes, as për kibel, as drejtim, bëhet rrugës, bëhet në makinë duke i gra makinës, madje ulur, madje në kamp, atje i shtrirë. Është shumë e lehtë, edhe shpërblimin e ka kogja të madh. Fillimisht Allah i madhruar në Kur'an në shumë vende i ka dhënë theks të veçantë. Ja ju alladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. O që keni besuar Allahun, përmende shpesh Allahun. E shumë ajete tjera, për ajeteve që i ka dhënë Allah pak një specifik më të veçantë është se, thotë Allahu fadhkuruni adhkurukum, washkuruni wala takfurun. Më kujtoni mu, edhe une kam për t'ju kujtuar juve. Më falendroni dhe t'jeni mirënjohës, e asesi mos u bëni përbuzës dhe mohus. Po poenta që ndronë të kjo ajeti se nuk është e pjesa e parë më kujtoni mua, po të pjesa e dy që ka thënë Ibn Qayyimi, une ju kujtoj juve. Kjo është diçka më e ngritur, më e avancuar. Tash imagjinoje, dhe njerë do të mi fol imagjinatës, edhe me ftu imagjinatën. Imagjino nëse të përmend dikush i cili ka autoritet dhe potencial të madh, pastaj momenti që ndëgjon që të ka përmend, apo të ka lavdëru, atëre besoj që qofta e natë apo ditë ka me qenë qaset më të lumtura të jetës. Madje ndoshta kemi jetuar ato qaset më të mira. Se më ka përmend filoni. Ti shakon atë, si kisha ndje veten. Kjo nuk bëhet krahasim me krijuesin që Allahu të përmend. Edhe shumë ajete të shumta që Allah i motivon dhe i nxit dhe i stimulon besimtarët me përmend Allahun madhëruar. Saqë disa dietar kanë shkuar aq larg kanë thonë aq shumë përmende Zotin, saqë të tjerë kanë konsideruar se ti je çmendur. Çka ka bën ky person? Kja nuk ka dëni agent tjetër, vetëm se përmend Allahun mëngjes, mbrëmje, ulur. Njerëzit janë bisedë përballë tjetër, ky vazhdon deri në këtë nivel. Bile alam tjetë pak ma praktike, thuhet se Ebu Hurajra, shoku i Rasulullahit, gjatë ditës ka përmend më shumë se 12.000 herë Allahun dhikr. 12.000 herë. Nuk i kalon fare pjesë dhe hise pos Allahu xhaleshanu. Subhanallah. Edhe është rregullore njeriu kur do të kanë e përmend ata. Nuk ja don hiç gjithmonë, përmend çdo mundësi dhe rast. Kështu që përmendja e Allahut është një adhurim shumë madhështor, nuk kërkon shumë prej neve mund, shumë është e lehtë, shumë është e thjeshtë. Pastaj edhe shpërblimet dhe kostet i ka të mëdha, krahasim me adhurime dhe ibadete dhe elemente tjera që kërkojnë me të vërtet mund, energji, përpiqje, e ku diçka fokus, nëse kjo fare.